Nesër në Katedralen Ortodokse do të jetë promovimi i librit Anastasi Matari, një libër i cili do të vitë promovohet tani në programin Mirë se vjen. Dhe unë kam kënaqësinë që të kem të ftuar zotin Thodor Peçi, drejtuesi i Shkollës së Muzikës Bizantine. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes. Është një libër në fakt në faqosje tejet i bukur, shumë i rënd, mund të quhet, mbase edhe nga përmbajtja që ajo ka. Po për të na informuar më shumë, kush është dhe çfarë është Anastasi Matari? Atëherë, Anastasi Matari është një libër muzikor dhe liturgjik, i cili përdoret në adhurimin e Kishës Ortodokse. Është me shkrim muzikor bizantin, pra kjo është veçantia e këtij libri, se nuk mund të shikoni në përditshmërinë tuaj një libër të tillë me nota bizantine. Edhe për realitetin shqiptar është një risi, sepse botohet për herë të parë një libër kodik, po themi, ashtu siç ekzistojnë dhe kodikët në Arkivin Qendror të Shtetit, që janë në 2 anasmatarë, të cilët aty janë në gjuhën greke, dhe ky vjen për herë të parë i plot në gjuhën shqipe. Pra, nëse do ta hapnin dhe do të qëndronin në një nga ato fletët atje, do të vinim re sipër shenjat bizantine, pra shenjat e shkrimit muzikor bizantin, dhe poshtë fjalët në gjuhën shqipe. Fjalët janë të përkthyer nga i mësot Theofan Noli, dhe melodia është të përshtatur dhe kompozuar nga unë. Pra është një libër i cili përmban himne që i referohen ngjarjes së madhe të Krishtërimit, që është ngjallja e Krishtit. Ky është një libër që përdoret për ditë në shërbesat e Kishës Ortodokse. Pra është një libër shumë i përdorur, është libri bazë i psaltëve, që themi. Psaltët janë ata që këndojnë në adhurimin e Krishterë Ortodoks, dhe çdo të shtunë ose të diel, por dhe në ditët e tjera të javës, ky interpretohet, është libri bazë, dhe asnjëherë në historinë e kombit dhe popullit dhe shtetit tonë shqiptar nuk ka ekzistuar një libër i tillë në gjuhën shqipe. Si duhet që ta botoni dhe ishte i nevojshëm dhe i rëndësishëm botimi i një libri të tillë? Ky erdhi si nevojë nga ana praktike, domethënë nga që neve kemi hapur, Kisha Ortodokse ka hapur një shkollë që quhet Shkolla e Muzikës Bizantine, të cilën unë drejtoj, dhe pikërisht për mësimdhënien e këtyre studentëve nevojitet libri bazë i tyre, që është libri i Anastasi Matarit, është libri i parë, themelor. Pra, si nevojë e parë erdhi për nevojë të mësimdhënies, por dhe dyta për nevojë të interpretimit në kish, pra në adhurimin e Krishterë Ortodoks, të himneve. Pra, unë drejtoj një kor i cili quhet Kori Shënjan Kukuzeli, dhe është pikërisht ky kor i cili pa partitura nuk mund të interpretoj. Pra ishte nevojshme ky transkriptimi, po themi, i gjithë tyre himneve, janë pothuajse 400 himne atje brenda. Është më i thjeshtë tani më interpretimi i korit me besoj është jo i thjeshtë, por është super i thjeshtë, sepse ne jemi përpjekur që të sjellim një botim, domethënë, dhe të bëjmë një punë sa më të thjeshtësuar dhe të tingëllojë sa më bukur në gjuhën shqipe. Kjo është arritja. Patjetër, po të shikoni, ne kemi përshtatur pikërisht për nevojat tona në një përmas të madhe, pra është në mënyrë që të interpretojmë direkt nga libri, jo me fotokopje, pra është praktik si libër për ato nevojat tona të përditshme. Ju e krahasuat pak më parë me kodikët. Pse? Sepse neve sot krenohemi, shteti shqiptar, po ne të gjithë krenohemi me kodikët që përmban Arkivi Qendror i Shtetit. Dhe pikërisht në atë arkiv janë 2 anasmatarë, të cilët deri më dje, edhe sot, deri më sot, po themi, janë në gjuhën greke. Dhe pikërisht kjo është një, si të themi, një risi, një vazhdimësi e traditës së Fanolit, pra për të tingulluar sa në Shqip adhurimi i Krishterë Ortodoks. Dhe kjo është një përpjekje që bën Kisha Ortodokse, por me në krye kryebiskopin Anastas, i cili është gjithmonë shumë i gatshëm për artin dhe e financon dhe jep kontributin e tij, dhe pikërisht gjithë ky realizim është fal tij, sepse nuk do realizohej ndryshe. Unë kam kryer punën, ai ka financuar dhe ka bekuar gjithë këtë vepër. Pra, për vendin tonë, kjo është një risi, sepse rrallë do gjesh domethënë njerëz që do njohin shkrimin muzikor bizantin. Ai është një shkrim shumë i lashtë, pra është 2000 vjeçar. Pra kemi të bëjmë me një pasuri,
me një pasuri që duhet të krenohemi dhe që deri diku në kohën e komunizmit neve kishim ishte ndrydhur ose më saktë ishte humbur fare sepse nuk lejoi praktikimi. Kanë kurreshti studentët për të mësuar më shumë? Sigurisht, studentët dhe sidomos të rinjt, të cilët shtyen drejt gjërave, janë kureshtar në gjërave patjetër të kohës, pra të teknologjisë, por dhe ato gjërat cilat kanë atë misterin për brenda, dhe pikërisht ky libër e ka atë misterin, sepse tingëllimi i këtyre himneve është jashtëzakonisht shumë i veçantë, është shumë rrallë, mbase nuk e di sa njerëz mund të kenë dëgjuar në jetën e tyre muzikë bizantine, por është një gjë shumë unike, është një melodi monofonike, i themi neve, që interpretohet nëpërmjet vetëm vokalit të zërit të njeriut, dhe pa shoqërim instrumenti, dhe pra a capella këndojmë gjithmonë këto himne. Prandaj, një i ri patjetër që të riqet, sepse është shumë unike. Dhe vetëm si kur ja u tregon disa bashkë studentëve të tij një shkrim të tillë ose një partitur të tillë, do mbeten, sepse mendojnë në fillim që është arabisht, por nuk është arabisht fare. Janë shkronja ose shenja bizantine me fjalët poshtë në gjuhën shqipe. Si ka qenë tërheqja e studentëve kundrejt shkollës suaj nga viti në vit? Keni pasur më shumë kërkesa, më shumë student pjesëmarrës në të? Shkolla jonë ka nisur në 2012, pra është relativisht shkollë e re. Domethënë ky është viti 4 që funksionon shkolla dhe kemi pasur prurje, ka një interes më të madh. Edhe aktivitetet që kemi organizuar neve janë më të shumta, koncerte të ndryshme për promovimin e vlerave të muzikës bizantine, vlerave të fshehura dhe të plurosura, po themi, nga arkivi, por dhe jo vetëm, por dhe kompozime të reja në gjuhën shqipe. Ne këtë përpiqemi, prandaj edhe kemi prurje dhe pikërisht puna që bëjmë është që duam të sjellim sa më shumë jo thjesht përshtatje nga origjinali, por njëkohësisht gjuhës shqipe t'japim vlerën e saj që meriton dhe të tingëlloj sa më bukur në gjuhën shqipe, dhe pikërisht të kemi bërë. Domethënë ne kemi veshur fjalën pra gjuhën shqipe, kemi veshur me meloditë e bukura bizantine të lashta 2000 vjeçare dhe kemi sjellë në ditët tona. Domethënë kjo është shumë unike. Vetëm që e dëgjon, domethënë edhe unë që merrem për ditë, tani që po e them, emocionohem që e them. Nesër do të jetë promovimi? Nesër do të jetë promovimi. Kush do të jetë pjesëmarrës në këtë provim? Në promovim do ketë shumë personalitete, domethënë sepse kemi ftuar të gjitha institucionet e shtetit shqiptar, duke filluar nga ministritë, nga institucionet më kryesore, operën, teatrin, muzeun kombëtar, do ketë përfaqësues të komuniteteve fetare, do ketë intelektual, akademik, muzikolog, do vinë muzikolog nga jashtë që do vinë të referojnë dhe do flasin edhe për punën që është bërë, sepse këtu kemi shumë pak njerëz që merren me muzikologjinë bizantine. Pra, edhe kemi ftuar edhe disa personalitete, të cilët e njohin mirë fushën e muzikologjisë bizantine, të cilët do të flasin me termat përkatës edhe më thellësisht rreth kësaj vepre që kemi përpiluar. Pra do ketë goxha pjesëmarrës, do jetë shumë pjesëmarrës. Do jenë duke filluar edhe nga besimtarët e thjeshtë, por edhe nga njerëzit të cilët nuk janë pjesë e komunitetit tonë, por që janë ftuar dhe do jetë një eveniment për kishën ortodokse, por edhe për gjithë vendin. Jemi në atmosferë festash dhe padyshim që dhe aktivitetet janë nga më të ndryshmet. Ju do të zhvilloni si shkollë e muzikës bizantine ndonjë aktivitet ku mund të bëni një ftesë mbase për të pasur edhe pjesëmarrës të tjerë? Patjetër. Neve gjithmonë bëjmë aktivitete, por këtë vit, nga që deshim të japim rëndësinë e duhur këtij libri, zgjodhëm që në prag të festave të Krishtlindjes të botonim një libër të tillë, i cili pikërisht ka atë karakterin religjioz brenda dhe është më së miri i referohet patjetër edhe festës së Krishtlindjes, sepse nga atje nis edhe gjithë ajo historia e shpëtimit të njerëzimit nga lindja e Krishtit. Prandaj edhe vetë libri në vetvete nuk do jetë thjesht një promovim i zymt me disa kumtesa, por do jetë i ndërthurur, i alternuar dhe me himne. Pra do interpretojnë himne nga kori bizantin Shënjan Kukuzeli, si në fillim dhe në fund të promovimit, pra për të ilustruar sa më mirë gjithë këtë punë që është bërë. Pra, do ketë përmbajtje dhe himne, cilët i referojnë pikërisht
nisjes së shpëtimit të njerëzimit që është lindja e Krishtit, deri në ngjarjen më të madhe dramatike të njerëzimit që ishte ngjallja e Krishtit, dhe ngjarja më kryesore, që pikërisht libri këtë dhe vetë emri, sepse dikush do thotë çfarë do thotë anasesimatari. Anasesimatar është një term ndërkombëtar, i cili nuk përkthehet në të gjithë vendet e botës, është kështu shqiptohet, dhe vetë termi do të thotë ngjallësori ose imret i ngjalljes, pra i referohet kësaj ngjarje të madhe të ngjalljes. Anasesimatari, në fakt, është libri që do të promovohet nesër, mund të tjetë në çdo librari për ata që mbase mund të kenë dëshirë për ta pasur edhe si një lloj vlere në bibliotekat e tyre? Nuk besoj të jetë në çdo librari, por megjithatë mund të drejtohen në shkollën tuaj. Mund të drejtohen ose në shkollë, ose tek libraria që kemi ngjitur te katedralja, ku do jetë patjetër është vendosur libri atje dhe është vendosur për të gjithë si libër. Por gjithashtu dhe në promovim do jetë libri i vendosur në një tavolinë atje për ata të cilët interesohen, dhe mirë është që për të evidentuar vlerat e vendit ton dhe për t'i dhënë në rëndësinë e duhur gjuhës ton, duhet të ketë sa më shumë pjesëmarrës të vinë dhe të marrin pjesë në këtë promovim. Besoj do ketë tema interesante, do ketë të ftuar interesant, do ketë interpretime interesante, të cilat do ta bëjnë më të bukur dhe më njohshës këtë promovim, dhe besoj dhe do jap edhe atë njohurinë e dur ose dijen e dur për ca njerëz të cilët nuk e njohin këtë fushë dhe që jemi pak mbrapa në këtë aspekt. Na duhet gjithmonë pak më shumë punë mbase për të përfshirë. Zoti Peci, unë përgëzoj për librin, ju falenderoj që ishit pjesëmarrës në programin ton dhe ju uroj suksese në promovimin nesër. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju.